Muzeu Kombëtar i Pavarësisë mbetet nga objektet muzeore më të vizituara gjatë sezonit turistik. Gjatë kësaj periudhe vjen të re një rritje ndjeshme e numrit të vizitorëve. Vetëm gjatë muajit qershor, muzeu është vizituar nga rreth 1000 persona, një shifër disa herë më e lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Drejtoresha e Muzeut Kombëtar të Pavarësisë, Kozeta Alili, konfirmon se në kulmin e sezonit turistik, përkatësisht gjatë muajve korrik dhe gusht, pritet që numri i vizitorëve të jetë edhe më i lartë. Muzeu Kombëtar Pavarësia Vlorë, si një nga epiqendrat më kryesore për vizitimin e të gjithë vizitorëve, turistëve që vinë këtu, është pikë kyçe. Kemi pasur numri turistëve ka qenë në rritje, duke krahasuar me 3 mujorin e parë dhe në vazhdimsi, pra të vitit të kaluar, të vitit 2025, ka qenë në rritje, por tani presim një fluks akoma më të madh pjesën për muajin korrik. Muaji qershor të themi është mbyllur me një numër përafërsisht tek 1000 vizitor dhe nga këta gati 70% kanë qenë vendas dhe 30% kanë qenë të huaj. Sa i përket vizitorëve, Alili thekson se nuk mungojnë turistë të huaj të cilët tregojnë interes për të njohur historinë e vendit tonë. Megjithatë, pjesë më të madhe të vizitorëve përbëjnë shqiptarët nga qytete të ndryshme të vendit, si dhe bashkëdhetarët që jetojnë në diasporë. Rritet numri turistëve të huaj, por nuk mund të themi vetëm i turistëve të huaj. Rritet njëkohësisht edhe numri i turistëve vendas. Është një kënaqësi shumë e madhe që numri i vizitorëve vendas rritet akoma më shumë, në të njëjtën kohë edhe ai turistëve të huaj, të cilët kanë kënaqësinë për të njohur me traditën, kulturën, historinë e vendit tonë dhe ta prekin atë nga afër duke shkelur këtu në Muzeun Kombëtar Pavarësia Vlorë. Janë shqiptar vendas nga qytete të ndryshme, por nuk duhet të anashkalojmë edhe ata që vinë nga diaspora. Janë grupe familje, kjo na bën më shumë përshtypje, të cilët u tregojnë historinë e vendit dhe gjithë traditën e këtij kombi shqiptar. Muzeu Kombëtar i Pavarësisë vijon të jetë edhe këtë sezon një nga atraksionet turistike më të kërkuara në Vlorë, duke tërhequr vizitorë vendas dhe të huaj, të cilët e përfshin muzeun në itinerarin e tyre gjatë qëndrimit për pushime në qytetin bregdetar.